Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Falënderimet e plota I takojnë Allahu xhalla shanu, krijuesit të botrave. Paqja, mëshira dhe rahmeti Allahu xhalla shanu qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi gjithë ata që kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, u përshëndes të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në emisionin e kaluar biseduam rreth një të vërtet hynore që Allahu xhaleshanuhu e ka caktuar për njeriu, duke ja tërhequr atij vërejtjen se njeriu para se të vjen këtë botë ka qenë I vdekur, ka qenë I zhdukur. Allahu me fuqinë e tij e ngjalloi atë, I adhuroi shpirtin dhe I plotësoi kushtet e atij për jetë të mirë. Dhe më pas Allahu I lartë të madhëruar, pasi që kaloi një jetë të caktuar në këtë botë, përsëri I mori shpirtin, e bëri atë të vdekur, dhe më në fund Allahu xhaleshanu tregon se pas kësaj vdekje ka edhe një jetë tjetër, një ringjallje tjetër, e cila është ditën e Kiametit, ku të gjithë njerëzit do të kthehen para madhërisë së Allahu xhaleshanu. Pas këtij ajeti, Allahu I lartë madhëruar I tërheqi vëmendjen njeriu duke I thënë se ne për ju kemi krijuar çdo gjë që gjendet mbi tokë. Do të thotë se gjitha mirësitë të cilat njeriu përjeton në jetën e tij, të cilat ekzistojnë në tokë dhe mbi tokë, ato janë mirësi që Allahu xhaleshanu I ka krijuar për njeriu. Dhe më pas Allahu pasi krijoi çdo gjë në tokë, ai krijoi edhe shtatqejt e lartë, nga fakti se Allahu për çdo gjë është gjithdijshëm. Po ashtu u premtuam në emisionin e kaluar se do të bisedojmë për një çështje shumë të rëndësishme. Çështje e cila mësohet pothuaj në të gjitha fakultetet, në veçantë në landën e biologjisë, ku flitet për përjardhjen e njerëzit. Nëse shfletojmë librat e biologjisë, qofsh në ciklin fillor, atë të mesëm ose edhe universitar, do të vërejmë se aty ekzistojnë dy mendime. Mendimi I parë, I cili thot në mënyrë shumë të shkurtë që mbështet teorinë se njeriu është I krijuar nga Zoti, dhe teoria e dytë e cila përpjeket jep formën shkencore të saj, se kinse njeriu është krijuar në bazë të teorisë së evolucionit, që do të thotë se njeriu para miliona viteve nuk ka qenë asgjë, dal nga dal ai duke kaluar për një fazë në fazën tjetër, më pas derisa ka ardhur në atë fazën që sot është njeriu njeri. Thjesht teoria e evolucionit. Evolucion është zhvillim historik I të gjitha qenieve të gjalla. Më herët në periudhën komuniste as nuk ka cekur fare teoria që thotë se është I krijuar prej Zotit. Mirë po tani me ndryshimet të cilat ndodhen në vendin tonë, në programet më simbore vërejmë se spaku potencohet si teori, edhe pse as pak nuk I jepet vlerë asaj. Këtu pikërisht në këtë çështje do të ndalemi pak sonte më shumë. Vallë, prej kujt është krijuar njeriu? Cilat janë elementet e krijimit të njeriut? Cila teori mba? Teoria islame e cila thotë se njeriu është krijuar nga dheu, apo teoria kinse shkencore, në thojze nga bindja ime se as pak nuk është shkencore, e cila thotë se njeriu është krijuar nga një lloj prej llojeve të majmunëve, e cila po ajo është krijuar nga krijesat e mëhershme. Dhe kjo ka ndodhur gjatë miliona viteve. Në fillim dua ta potencoj se teoria Darwinit që flet se njeriu ka prejardhje nga një majmun I cili njihet majmuni antropoid, kjo si teori nuk mban as pak. E në veçanti me anë të zbulimit të kromozomave. Të gjithë ne e dim se njeriu në vetveten e tij ka 46 kromozome, ndërsa majmuni në gjakun e tij ka 48 kromozome. Ne e dim se kromozomat nuk mund të ndryshojnë nga një krijesë në krijesën tjetër, dhe qenia njerëzore gjithmonë ka do të ketë 46 kromozome. Me anë të zbulimit të kromozomave, njëherë dhe përgjithmonë ka ra poshtë teoria e cila thotë se njeriu ka prejardhje nga majmuni.
Andaj, i drejtohem të gjithë mësimdhanësve, qoftë në ciklin e ullët, faktikisht në atë fillor, ose në të mesëm, por edhe universitar, të gjithë profesorëve, që thjesht ndalën pak të mendojnë se njeriu nuk ka prej ardhje nga majmuni, nga fakti se njeriu i cili është i nderuar, i cili është krenar me qenën e tij që ai e posedon, as pak nuk mund të pranon që prej ardhje të jetë nga një krijesë, nga një majmun tjetër. Vallë, nëse njeriu para qindra mijëra viteve kanë shndruar nga një majmun, çka po e pengon sot majmunat e tashëm që ato të shndrohen njerëz? Kur ne e dim se sot po marrin majmunat, po i veshin, po i nojnë kravata, po i nojnë, po i veshin kostume të ndryshme, po i çojnë ushtrime të llojshme, dhe prap po mbetet majmun. Prap pasorësi i tij pikërisht majmun, as pak nuk po mësohet ai i pasorësi nga paraharësi i tij. Kjo është një teori për mua që vetëm është humbje kohe. Vetëm është thjesht të merren me gjëra të cilat as pak nuk kanë as bazë shkencore. E keqja e kësaj është se këtyre teorive i mbeshet petku shkencor. A në të gjithë e dim se jo çdo teori është shkencë. Teoria përderisa nuk mbështetet me argumente të fuqishme shkencore, ajo mbetet teori dhe nuk mund të merret si e vërtet shkencore. Andaj çështja e prejardhjes së njeriut, po them nga aspekti thojza shkencor, as pak deri më tani nuk është vërtetuar se ai ka një prejardhje nga majmunët të ndryshëm. Ndërsa nga aspekti fetar, nga aspekti islam, këtu do të varrejmë se Allahu i lartëmadhëruar flet qartë në shumë ajete kuranore se ne e kemi krijuar njeriun nga balta, nga dheu, nga lloçi. Kjo është një vërtet shkencore, çka sot pasi që është analizuar trupi i njeriut, është vërejtur se pothuaj të gjitha elementet kimike që i posedon toka, ato ekzistojnë edhe në trupin e njeriut. Çka ka në tokë, ka edhe në trupin e njeriut. Edhe këtu duhet përfundojnë një herë dhe përgjithmonë se bindje e çdo besimtari, çdo njeri i cili e ndin veten musliman, i cili nuk ka drejt as pak të mohon asnjë fjalë nga Kurani famullar, për cilin kemi folur më herët, se Allahu ka folur në shumë ajete kuranore, ku tregon se prejardhja e njeriut është dheu, i krijuar nga Zoti, të cilët është dhuruar shpirti. Tregon pejgamberi alayhis salam se Allahu pasi që ka krijuar çdo gjë këtë hapësirë, më në fund deshti dëshira e tij që të krijon një qenie e cila do të merr përsipër që të zbaton urdhën e Allahut xhaleshanu. Kjo qenie është njeriu. Allahu i kërkoi prej melajkëve të tij që ata të grumbullojnë për gjitha llojeve të dheu që ekzistojnë mbi sipërfaqen e tokës. Dhe kështu që grumbulluan nga dheu i bardh, nga dheu i kuq, nga dheu i zi, nga dheu i butë, nga dheu i fortë, nga dheu i sertë dhe gjitha llojet e njeriut. Dhe Muhamedi alayhis salam tregon të thotë se prej llojeve të njeriut prej llojeve të dheut kanë dalë edhe njerëzit. Kemi njerëz të bardh, kemi njerëz të zi, kemi njerëz të kuq, kemi njerëz të butë, kemi njerëz të zi, mirë po. Shpirti është një çështje që Allahu xhaleshanu ja ka dhuruar njeriut. Kjo mbetet një sekret e cila akoma nuk është vërtetuar dhe as s'ka shans për të vërtetuar në të ardhmen çështje e shpirtit. Allahu në Kur'anin famullar thotë: "Yes'alunaka 'anir ruhi, qul ir-ruhu min amri rabbi." Do të pyesin ti për shpirtin, thuaju, shpirti është çështje që takon Zotit. Është çështje që takon Allahu xhaleshanu. Shpirtin nuk mund ta dinë askush. Kanë bërë përpjekje të lloj-llojshme, shkencëtar të ndryshëm, që krijojnë krijesa të gjalla, japin shpirt diçkait, pas hulumtimeve, po them 30 vjeçare, më në fund kanë përfunduar se nuk mund dikush t'i dhuron dikujt shpirt. Nuk mund dikush t'i dhuron dikujt jetë. Jetën e dhuron Zoti. Allahu është ai i cili krijon shpirt dhe Allahu është ai i cili dhuron jetë. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Allahu është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën. Dy krijesa që të dyja janë krijesa të Allahu xhaleshanu. Për këtë i drejtohem të gjithë besimtarëve, të gjithë ata të cilat besojnë Kur'anin famullar dhe ndin veten musliman, që mos ta lodhin trurin fare me ata se vallë cila është prejardhja e njeriut. Thjesht në mënyrë shumë decite flitet se prejardhja e njeriut është toka, dheu, balta, me fuqinë e Allahu xhaleshanu. Ai e ka krijuar njeriu nga dheu
dhe ati ja ka dhuruar shpirtin. Këto dy komponente, materia dhe shpirti, janë komponente të cilat bëjnë krijesën e gjallë. Pra, njeriu në trupin e vet posedon komponentën e materias që është e marrë nga dheu dhe posedon komponentën e shpirtit që është një dhuratë nga ana e Allahut xhaleshanu që askush nuk din rreth asaj çështje. Për këtë pra, duhet të ekziston një bindje e paluhatër se prejardhja e njeriut është dheu. Dhe këtu shfrytëzoj rastin të drejtohem të gjithë profesorëve, të gjithë arsimtarëve që japin këtë landën e biologjisë, që gjatë orëve ku flitet, gjatë njësisë pësimore ku flitet për këtë çështje se cila është prejardhja e njeriut, mos t'i lodhin shumë nxënësit me teoritë të kalbura, me teoritë të cilat i ka kaluar koha, por ta flasin të vërtetën se njeriu është krijesë e krijuar nga ana e Allahut xhaleshanu, të cilit i ka dhuruar shpirtin, ndërsa trupi i tij prejardhjen e ka pikërisht nga dheu. Këtu sot para nesh kemi ne disa ajete kuranore, ku njeriu e kthejnë pak në esencën e tij, në fillimin e jetës së tij. Nëse themi tani se mbi tokë ekzistojnë 7 miliard njerëz. Para 20 viteve kanë qenë 6 miliard njerëz. Para më herët diku kanë qenë 5 miliard, 4, 3, 2, 1. Dikur më herët kanë qenë qindra mijëra. Ku diçka dhe në fund qenia njerëzore, lloji njerëzor përfundon te një person. Një bab dhe një nanë. Vallë kush janë ata dy? Kush janë ata dy? Allahu është shumë i qartë. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Thot shembulli i Isës te Allahu është sikur shembulli i Ademit, i cili është krijuar nga dheu dhe i ka thënë bëhu dhe është apo. Dhe ai në fund është bërë qenie e gjallë. Pra, e vërtetë e cila nuk mund të mohohet nga fakti se ka argumente kuranore dhe argumente nga suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë se njeriu i parë është Ademi, i krijuar nga ana e Allahut xhaleshanu, pikërisht nga balta. Dhe ajo ka kaluar nëpër disa faza. Faza të baltës, derisa ka ardhur momenti kur Allahu i ka dhuruar shpirtin dhe ajo më është bërë qenie njerëzore. Nga Ademi alayhis salam, Allahu nga brinjja e tij e gjatë e ka krijuar gruan e tij Havën. Kjo është vërtetuar me hadithe të forta të pejgamberit alayhis salam. Dhe me anë të këtij çiftit bashkëtor, Ademit alayhis salam dhe Havës alayhis salam, për këtyre dyve Allahu xhaleshanu u dha fëmijë, çift, gjallë vajzë, dhe kështu lindi një numër i madh i fëmijëve nga Ademi alayhis salam. Më pas, prej atyre fëmijëve të tyre u vazhdu lloji njerëzor dhe erdhi deri sot ka arrit numri i gjithë njerëzisë në 7 miliard njerëz të cilët jetojnë mbi tokë. Allahu në këto ajete kuranore e kthen njeriu në fillimin e tij, pasi që e krijoi njeriu. U tha me lajkeve të tij: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Thot përkujtoti o Muhammed dhe përkujtoni ju o njerëz momentin kur Allahu xhaleshanu u tha me lajkeve. Të thotë se me lajket kanë qenë krijuar më herët, por kanë qenë edhe gjinët krijuar më herët. Në thotë me lajket janë krijesat e krijuara prej dritës, gjinët janë krijesat e krijuara prej zjarrit, njerëzit janë krijesat e krijuara prej dheut. Në momentin kur Allahu xhaleshanu i tha me lajkeve se unë do të krijoj në tokë një halife, një mëkëmbës, një krijesë e cila do të zbaton urdhrin tim, një krijesë e cila do të zbaton atë që Allahu xhaleshanu e ka kërkuar që të zbatohet me tokë. Me lajket më një reaguan, thanë: "E taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Apo krijon në tokë një krijesë e cila bën çrregullime në tokë dhe gjakderdhe? Thjesht me lajket? Po i parashtrojnë pjeqe Allahut, duke i thonë: "Si mund të krijojësh ti një krijesë e cila bën çrregullime dhe gjakderdhe mbi tokë?" Këtu tash parashtrohet pjeqja se pringa e ditën njerëzit pringa e ditën me lajket se njerëzit do të bëjnë çrregullime dhe gjakderdhe mbi tokë. Komentatorët e Kuranit thonë se në atë kohë gjinët vetëm ishin të krijuara dhe ata bënin gjakderdhe dhe çrregullime mbi tokë. Dhe kështu që qenia njerëzore e krahasuan me qenien e gjinëve. Dhe pikërisht për këtë me lajket i thanë Allahut se si po e krijon një krijesë e cila do të bën çrregullime dhe gjakderdhe mbi tokë, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Në kohë kur ne të madhrojmë ti o Zot dhe ne të shenjtrojmë ty. Të nderuar vëllezër dhe motra,
Të gjithë ne e dimë se me lajket nuk bëjnë gjunah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata nuk bëjnë mëkat ndaj asaj që Allahu xhaleshanu i ka urdhëruar dhe zbatojnë atë që Allahu i ka urdhëruar. Do të thotë, puna e melajkeve është madhrimi i Zotit, shëntrimi i Zotit. Tesbih Allahu xhaleshanu duke bën subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pa ndërprer. Melajket i thënë Allahut, o Zot, si po e krijoni krijesë kurse ne po të madhrojmë ti ditë e natë. Allahu tha, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë di çka nuk dini ju. Allahu po është i gjithdijshëm. Është vërtet se me lajket nuk dinë çdo gjë. Dhe pikërisht për këtë Allahu xhaleshanu u tha me lajkeve kur ata në mënyrë kundërshtuan kinse vullnetin e Allahu xhaleshanu për të krijuar një krijesë në këtë tokë, Allahu u tha unë di atë që nuk dini ju. Po, Allahu e din se njeriu si qenie e cila bart me vetë materian dhe shpirtin, që është shpirt i dhuruar nga ana e Madhit Allah, mund të ngritet mbi pozitën e melajkeve nëse ai thjesht zbaton urdhrat e Allahu xhaleshanu dhe shpirti i tij është i lidhur gjithmonë me Allahu xhaleshanu. Do të thotë, njeriu do t'ja tejkalon melajkeve nëse ai është besimtar i fuqishëm. Hek dorë për harameve, bën përpjekje që gjithmonë të bën punë të mira. Mundohet që gjithmonë që të afër Allahu xhaleshanu dhe të zbaton urdhrat e tij. Mirë po, i njëjti ky njeri, i cili bart shpirtin dhe materien me vete, bart edhe epshin me vete, bart edhe mendjen me vete, nëse ky person, ky njeri, hek dorë nga udhëzimet e Allahu xhaleshanu dhe thjesht nuk udhëzohet me udhëzimet e tij dhe nuk vepron sipas asaj që Allahu xhaleshanu ka krijuar, ky person do të bie edhe më ulët se kafshët. Nga fakti se kafshët nuk kanë logjik, njeriu ka logjik dhe bën vepra të këqija dhe pikërisht për këtë meriton edhe dënimin e Allahu xhaleshanu, nga se ai do të kthehet fi esferi safilin, do të kthehet shumë ulët, do të nënçmohet, do të ofendohet, do të arrit një grad tepër të ulët. Për këtë vërejmë se Allahu xhaleshanu ju tha me lajkeve, inni a'lamu ma la ta'lamun, unë di atë që nuk e dini ju. Nga fakti se nga mesi i njerëzve do të ketë pejgamber. Nga mesi i njerëzve do të ketë dëshmor. Nga mesi i njerëzve do të ketë të drejtë. Nga mesi i njerëzve do të ketë të sinqert, të cilët zbatojnë, edojnë dhe respektojnë urdhrat e Allahut xhaleshanu wa xhelaxhalu. Në momentin kur Allahu u tha me lajkeve se unë di atë që ju nuk dini, Allahu tregon dhe thot: "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha", ja mësoi Ademi gjitha emrat. Ja mësoi Ademi emrat e bukura të Allahu xhaleshanu. Ja mësoi Ademit emrat e melajkeve. Ja mësoi Ademit emrat e sendeve. Ja mësoi Ademit gjuhën. Gjuhën me cilën do të komunikon. Pasi që ja mësoi Ademit gjuhën, u drejtua melajkeve duke thënë: "Thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula". Pasi që ja mësoi Ademit, i tha melajkeve: ma tregoni këto emrat e këtyre sendeve. Ata melajket pranuan se një gjë të tillë nuk e din. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Than: o Zot, ti jep patmeta, ne nuk dim gjë përpas asaj që ti neve na ke mësuar. Innaka antal alimul hakim, nga fakti se ti je i gjithdijshëm dhe ti je i urtë në krijesat e tua. Do të thotë se melajket thjesht pranuan se njeriu është një qenie tepër e ngritur kur ai uzohet me udhëzimet e Allahu xhaleshanu dhe pranuan se njohuritë e tij janë të ulta. Këtu merret një mësim, një leksion shumë i fuqishëm. E ai është se vlera e njeriu të ngritet aq sa është i ditur. Sa më shumë i ditur të jetë njeriu, aq më i vlefshëm është Allahu xhaleshanu. Te Allahu nuk ka fare vlerë pasuria. Te Allahu nuk ka fare vlerë posti, pozicioni. Te Allahu ka vlerë dituria dhe sinqeriteti. Dituria dhe besimi. Dituria dhe adhurimi. Aq sa më shumë di njeriu, aq sa më shumë ta njoh Allahun e vet, aq sa më shumë qet i sinqert dhe adhurues ndaj Allahut të vet, aq më i ngritur do qet te Allahu xhaleshanu wa xhelaxhalu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Pasi që Allahu kërkoi për melajkëve tua të tregojnë emrat e sendeve
dhe ata thanë që ne nuk e dim, atëherë Allahu i tha Ademit: o Adem, tregoja me lajkeve emrat e sendeve, tregoja emrat të cilat Allahu xhaleshanu ti e ti mësoj. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard. Pasi që Ademi u mësoi me lajkeve emrat e sendeve, Allahu xhaleshanu u tha me lajkeve: a nuk u kam thënë unë juve se unë i di të fshehtat e qiejve dhe tokës? Çka ka gjëra të fshehta, ghaib, metafizik, në qiej dhe në tokë, unë të gjitha ato i di. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. E di atë që ju e tregoni, që e shfaqni, dhe atë që e fshehni. Këtu Allahu xhaleshanu na i bën të gjithëve neve me dije se njeriu, veprimet e tij që i bën, gjërat të cilat duken apo që nuk duken, janë çështje të cilat për neve janë dukshme ose të padukshme, ndërsa për hak Allahu xhaleshanu nuk ka të dukshme ose të padukshme, nga se Allahu xhaleshanu të gjitha gjërat i din. Me këtë vëret qartë se Allahu i lartë madhëruar është i gjithdijshëm, ai din çdo gjë që e bën njeriu, edhe atë që mendon vetveten e vet, dhe atë që planifikon në shpirtin, në zemrën, mendjen e tij, Allahu xhaleshanu të gjitha këto i din. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Këtu të nderuar vëllezër, pasi që Allahu xhaleshanu e krijoi Ademin, ja mësoi atij emrat e sendeve. Në këtë rast Allahu xhaleshanu kërkoi prej melajkeve që Ademit t'i bin në sejdë. Jo sejdë në cilat ne e njohmi që i bjet Allahu xhaleshanu, sejdë me ballë dhe me hunë në tokë për Allahu xhaleshanu, por sejdë për ulje ose respekti, sejdë nderi ndaj kësaj krijese të gjallë, ndaj kësaj krijese të re, e cila ka marrë përsipër që ta zbaton urdhrin e Allahu xhaleshanu. Këtu të gjitha melaiket e zbatuan urdhrin e Allahu xhaleshanu. Nga se Zoti u tha atyre që ato të porulen para njeriut, melaiket e zbatuan urdhrin e Allahu xhaleshanu. Ky urdhër vlen edhe për iblisin, i cili është baba i gjithë xhineve jo musliman, i gjithë xhineve jo besimtar. Mirë po iblisi nuk zbatoi urdhrin e Allahu xhaleshanu, duke thënë se si mund t'i porulem unë një krijese e cila është krijuar prej dheut, ndërsa unë jam i krijuar prej zjarrit. Dhe me këta, ai sikur gjithë deshtit thotë se unë jam më i ngritur nga se zarmi është më i ngritur se dheu. Parmendoni të nderuar vëllezër dhe motra, përderisa iblisi beson se njeriu është i krijuar prej dheut, shumë njerëz sot në mesin e besimtarëve, muslimanëve, kemi të cilat mohojnë se njeriu është i krijuar prej dheut. Nëse iblisi beson se njeriu është i krijuar prej dheut, po vetëm ka mohuar dhe ka refuzuar që atij t'i bie në sejdë, në kuptim respekti, Allahu xhaleshanu ata e ka larguar prej xhenetit. Vallë, çka do të jetë gjendja atyre muslimanëve, atyre njerëzve të cilët mohojnë prej ardhen e njeriut prej dheut? Padyshim se këta njerëz dalin prej grupit të muslimanëve dhe nuk mund të llogariten si besimtarë, nga fakti se mohojnë ajetet të qarta kuranore ku Allahu xhaleshanu për to flet. Illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Thot iblisi është ai i cili refuzoi urdhrin e Allahu xhaleshanu. Nuk pranoi që Ademi të jetë qenie më e ngritur. Nuk pranoi që Ademi të jetë një krijesë e cila do të zbaton ligjin e Allahut mbi tokë. Dhe u bën mendje madhe. Eba refuzoi, wastakbara, dhe u bë mendje madhe, wa kana min al-kafirin, dhe ishte prej qafirave, ishte prej jo besimtarëve, ishte prej atyre të cilët thyen urdhrin e Allahu xhaleshanu. Vëllezër të nderuar, sa e sa ne në jetën tonë përditshme mohojmë ekzistimin e Zotit, mohojmë, refuzojmë urdhrat e Allahu xhaleshanu. Allahu kërkon që ne të falmi namaz, ne nuk e falmi namazin. Allahu kërkon që ne të agjërojmë Ramazan, ne nuk e agjërojmë Ramazanin. Allahu kërkon për femrave muslimane që ata të mbulohen, femrat muslimane nuk mbulohen. Allahu kërkon që ne të bashkëpunojmë mes vete me drejt, me hak, me të mirë. Ne gjithmonë bashkëpunimi i jon është në formë hileve, mashtrimeve të lloj-llojshme. Allahu xhaleshana kërkon për neve që ne përfitojmë me halal,
ne gjithmonë bëjmë përpjekje të përfitojmë me haram, me pa të drejtë. Allahu kërkon për neve që ne të gjikojmë me drejtë. Ne gjithmonë gjikojmë me pa drejtë. Vallë, këto refuzime të urdhët e Allahu xhaleshano, ku do të na çojnë neve? Nëse ne i mohojmë urdhët e Allahut, atëherë fati i jon do të jetë i ngjashëm me fatin e iblisit, i cili ka mohuar dhe ka refuzuar urdhrin e Allahu xhaleshano, dhe më pas Allahu e mallkoi atë dhe e bëri nga mesi i qafirave. Nëse edhe ne mohojmë urdhët e Allahu xhaleshano, dhe nëse ne refuzojmë kërkesat e Allahu xhaleshano, ne jemi të bindur se fati jon mund të jetë i ngjashëm me fatin e iblisit, dhe se Allahu do të na mallkon, Allahu na ruaj të gjithëve dhe na bën për atyre që zbatojnë urdhët e Allahut e nuk refuzojnë urdhët e Tij. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Allahu tregon të thotë se ne i tham Ademit, qëndro, rri ti dhe gruaja jote në xhenet. Këtu tash ka mendime të ndryshme të dietarëve, se vallë është fjala për xhenetin e amshueshëm, aty ku do të shkojnë besimtarët pas ditës së Kiametit, apo bëhet fjala për xhenet, një kopsht, se fjala xhenet gjuhën arabe thotë kopsht, për një kopsht që Allahu xhaleshano e ka krijuar në tokë njeriu dhe ja ka plotësuar të gjitha kushtet maksimale për jetë komode në këtë botë. Ka mendime ndryshme, disa thonë që bëhet fjala për xhenetin, që është xheneti i ahiretit, disa thonë që bëhet fjala për xhenetin e kësaj bote, cilat do të qohet për këtyre ka argumentet e veta, por Allahu xhaleshano i tha Ademit dhe gruas së tij qëndroni në xhenet dhe hani prej gjitha të mirëve që Allahu xhaleshano ka krijuar në përjashtim të një peme. Përjashtim të kësaj peme nuk gëzoni aty të hani. Mirë po, shejtani i cili mori përsipër mashtrimin e njeriut, bëri vezvese tek Ademi alayhis salam dhe gruaja e tij Hawa alayhis salam, që të dy u mashtruan dhe hangrën prej asaj peme që Allahu xhaleshano i kishte ndaluar. Andaj atëherë Allahu xhaleshano të gjithë ata i largoi dhe i zbriti nga xheneti në tokë dhe u tha fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. I mashtroi shejtani ata. Hangrin prej pemës që Allahu xhaleshano i kishte ndaluar ato. Dhe kjo ishte shkak që Allahu i largoi nga ato të mira ku ata ishin atina. I largoi nga xheneti ku Allahu xhaleshano u kishte plotësuar të gjitha kushtet për jetë komode. Për shkak gabimit që e bën, për shkak gjinoit që e bën. Vëllezër të nderuar, kjo është një mësim shumë i madh, se gabimi sjell hidhrimin e Allahu xhaleshano. Gabimi sjell hidhrimin e Allahu xhaleshano dhe çdo mëkat që e bëjmë në këtë botë mund të sjellim hidhrimin e Zotit ton dhe ai mund të gjithëve neve na largon nga mirësitë e tij në këtë botë. Për këtë duhet të gjithë të jemi të kujdesshëm që mos të bëjmë ndonjë vepër, një punë e cila të gjithëve neve do ta sjellë të lashën këtë jetë, po ndoshta do ta sjellte hidhrimin edhe hidhrimin e Allahut xhaleshano xhalexhalu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allahu pasi që Ademi dhe Hawa alayhim salam hangrën prej asaj pemës që Allahu i kishte ndaluar dhe gabuar, Allahu u tha Ademit, Havas, Iblisit, zbritni ta poshtë, zbritni në tokë, njëri ndaj tjetrit jeni armiq. Armiq të përbetuar. Vëllezër të nderuar, kjo është një vërtet që duhet të gjithë ne të kemi parasysh, se ekziston një armik i fshehur për njeriu. Ai armik është Iblisi, shejtani, i cili mundohet gjithmonë ata ta mashron. A nuk ka ndodhur në jetën tonë që njeriu ndonjëherë mendon ta bëj një punë mos ta bën të punë. Ta vepron apo mos ta vepron. Këshir pak onësh nëse nuk e shef dikush më njëherë thot nga brenda diçka e lëviz, pa nëse nuk shef askush. Kjo është çështja e shejtanit, kjo është çështja e Iblisi. Për këtë Iblisi ka marrë përsipër që ai gjithmonë ta mashtron njeriu, ta largon nga besimi i vërtetë, ta largon nga punët e vërteta. Ha se ka kohë për namazin mund ta falësh më vonë, pse po të rika pernin unë pa fal namaz puna madhe. Speroj që Ramazanin si vetë shnosh në motën e nor. Mos u mbulos ala herëje, ti mund mbulosh kur martohesh ose kur të bash 40 vite ku diçka. Këto janë këtë intriga e shejtanit, intriga të djallit, intriga të cilat shejtani gjithmonë e mashtron njeriu. Për këtë Allahu xhaleshano në Kur'anin famallar, në një ajet tjetër Kur'anor thot inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani thot është armik për ju edhe ju konsideroni ata për armik. Merra për armik. Nëse shejtani thot mos u fal, ti çau falun kohë. Nëse shejtani kërkon prej teje mos mbulosh, ti mbulo me kohë, se
këtu janë tash di kërkesa. Kërkesa e Allahut dhe kërkesa e shejtanit. Nëse ti me vërtet je besimtar do thotë la ilaha illallah, ti duhesh ta çosh në mend kërkesën e Allahut xhaleshanu, e jo kërkesën e shejtanit. Dhe pikërisht njeriu gjatë tan jetës së tij është në këtë luftë derisa edhe në momentin e vdekjes shejtani do të bën përpjekje që njeriu të mohon ekzistimin e Zotit. Allahu na ruajt dhe na ruajt besimin ton në momentin e daljes së shpirtit, nga fakti se edhe në momentet e vdekjes shejtani mundohet që njeriu ta devijon, ta largon ata nga rruga e vërtetë. Vëllezër të nderuar, Allahu xhaleshanu tregon për këtë çështje dhe thotë se çish në momentin kur Allahu e ka krijuar njeriu, e ka krijuar dhe ati ka qenë iblisi. Dhe në momentin kur iblisi refuzoi të bie në sejdë, në shenjë respekti dhe nderi Ademit alayhis salam, si qenie njerëzore, aty filloi lufta. Lufta mes njeriu dhe lufta mes djallit. Tash këtu duhet të dimë se njeriu si qenie bart shpirtin, përbart edhe epshin. Me vete ka edhe mendjen, me anë të mendjes e ka besimin e vet. Shpirti është prej Zotit. Materia, trupi është prej dheut. Me vete e ka dhe shejtanin, gjithmonë është luftë. Luftë derisa të jep emanetin para Allahut xhaleshanu ve xhalexhalu. Të nderuar vëllezër dhe motra, lutim Allahun që besimin ton të bën të palohatur. Qemi të fuqishëm besimin ton. Bëjmë përpjekje gjithmonë shejtanin ta llogarismi armik të përbetuar ton. Ta luftojmë ata me vepra të mira, ta luftojmë ata me besim, ta luftojmë ata me ibadet, ta luftojmë ata me dhikr, me tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Të luftojmë ata me avdes, të luftojmë ata me namaz, të luftojmë ata me agjerim, të luftojmë ata me vepra të mira, të luftojmë ata me lëmosh, me sadak, me zeqat, të luftojmë ata me haxh, të luftojmë ata me obligime të llojshme të cilat njeriu e ofrojnë tek Allahu xhaleshanu dhe e largojnë nga shejtani. Nëse kështu veprojmë, atëherë ne duhet të dimë se kemi pajtuar Allahun xhaleshanu. Përndryshe ne do të pajtojmë armikun ton, ndërsa do të hidhrojmë mikun ton. Do të kënaqë shejtani, mirë, por në momentin më të vështirë, ai do të largohet prej teje edhe nuk do të qëndron pranë teje. Allahu na ruaj besimin. Na mundsoft që gjithmonë bëjmë vepra të mira dhe na mundsoft që për kësaj bote të dalim me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deri në emisionin e ardhshëm, ulat të gjithë në përkujdesin e Allahu xhaleshanu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa hu.